بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte do të vazhdojmë me lejen e Allahut Azza wa Jall në shpjegimin e 3 parimeve, 3 pyetjeve që do të pyetemi secili prej nesh në jetën e varreza, se kush është Zoti ynë, cila është feja jonë dhe cili është pejgamberi ynë, edhe kemi zgjedhur një libër I cili I trajton këto 3 pyetje, mirë pa autori, para se me hi në përgjigje këtu në 3 pyetjeve, e ka pas një dhe hyrje, edhe atë hyrje ka ndonë në 3 pjesë, edhe në 3 ligjëratat e kaluara, kemi folur për hyrjen e parë dhe të dytën. Sot, me lejen e Allahut Azza wa Jall, do të flasim për hyrjen e tretë, e që ka treguar se, dhe më thonë, kjo fe, kjo besim, kjo adhurim që kërkohet prej neve ndaj Allahut Azza wa Jall, nuk është asgjë tjetër vetëm se vazhdimsi e thirrjeve dhe misioneve të pejgamberëve të mëhershëm, në rastin konkret, domethënë të Ibrahimit alayhi salatu wassalam, nga se ka thonë se njeriu duhet me qenë prej fesë el-hanifije, el-mille el-hanifije, e që me përkthyje el-hanifije, domethënë një njeri I cili është I larguar prej shirkut, e I dhënën dhe për qëllim ka realizimin e tauhidit, e kjo ka qenë feja e Ibrahimit. Mirë po kjo, pse ka cekur Ibrahimin, duhet me kuptu një çështje. Çështja e parë është se nuk është besimin në Zotin dhe adhurimi I vetëm Allahut Azza wa Jall, feja vetëm e Ibrahimit apo Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë jemi të sqaruar vazhdimisht se feja e gjithë pejgamberëve ka qenë Islami I përgjithshëm, ai është se njeriu duhet me besu Allahun Azza wa Jall, me besu pejgamberët, me adhuru vetëm Allahun, me besu domethënë ringjallje e kështu me radhë, thjesht bazat e besimit realisht janë të gjithë pejgamberët, e baza është që njeriu të adhurojë vetëm Allahun Azza wa Jall, edhe këtë ka cekur Allahu në shumë ajete kuranore, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut, dhe kemi dërguar te çdo popull pejgamber që të adhurohet Allahu Azza wa Jall dhe të largohen njerëzimi nga adhurimet e kota. Dhe në formë konkrete, kur ka folur Allahu Azza wa Jall për pejgamberët në formë domosdoshmë përveçme, misionin e tyre, fjala e tyre që ju është drejtuar me të popullit e tyre ka qenë u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, adhuroni vetëm Allahun Azza wa Jall, se nuk ka tjetër të adhuruar përveç Tij. Mirë po, ka mundësi me lind pyetja se nëse që nga kështot që gjithë pejgamberët pas ka thirrë në besim në Allahun Azza wa Jall dhe vetëm atë me adhuru, atëherë pse mu veçu Ibrahimi
edhe më kërku edhe ne se musliman pasus Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me trasu rrugën e Ibrahimit e jo me trasu rrugën e pejgamberëve tjerë. E këto, dhe më thonë, djetarët kanë dhënë përgjigje. Përgjigje e parë që duhet me kuptu se cili është se realisht tekstualisht në Kur'an ka ardhur në formë direkte, dhe më thonë që të pasohet, dhe më thonë Ibrahimi dhe adhurimi pastër që ka bëj Ibrahimi. Thumma uhajna ilejke an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin, dhe të pastaj ty të kemë frymzuar Muhammed që të pasosh fen e Ibrahimit e cila ishte anuar dhe anon të larë nga shirku, Ibrahimin nuk ishte për mushrikve. Apo ajet tjetër kuranor, kur ka thonë huwa jtabakum wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimin, ai ju ka zgjedhur juve dhe nuk ju ka bërë asnjë vështirësi në fe. Feja Ibrahimit, babës të juaj, ai ju ka quajtur juve musliman. Pra para do të me kuptu se në mënyrë decisive ka ardhur në Kur'an që të pasohet feja Ibrahimit edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe pasues e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe autori kur ka thonë se feja jon dhe duhet me pasu këtë fe të Ibrahimit, nuk ka dalur vetëm se tekstualisht çu ka ardhur në ajet kuranor. Mirë pa ka shpjegim racional për këtë punë. Besoj që të gjithë e dim se po, nga se Ibrahimi llogaritet si baba i pejgamberëve, se pas Ibrahimit, dhe më thonë gjithë pejgamberët e kanë bazën të ai, qoftë ata, dhe më thonë që janë dërguar të populli hebrej, apo të popujt tjerë, të Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, realisht prej ardhën e kanë për Ibrahimit dhe babaj i pejgamberëve llogaritet Ibrahimi. Kjo është e para. Arsyeja e dytë racionale është se realisht pejgamberi më i mirë mas pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është Ibrahimi, dhe arsyeja e tretë se pse e ka veçuar Ibrahimin dhe me pasu fenë e Ibrahimit dhe adhurimin e Ibrahimit është se është për pejgamberëve që është veçu për sakrificën që e ka bë në këtë rrugë që t'ja qartësoj njerëzve dhe të trasoj rrugën e tauhidit, rrugën e besimit të pastërt, edhe kuptohet dhe dihet se çfarë sprovash dhe çfarë të lashësh ka pas domethënë në jetë për këtë punë. Pra thjesht këto janë arsyet se pse domethënë duhet dhe jem kërkuar dhe na ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall domethënë që të pasojmë domethënë Ibrahimin, fenë e Ibrahimit, e cila nuk është asgjë tjetër vetëm se feja e gjithë pejgamberëve. Mirë po thashë e veçanta e saj është se Ibrahimi është baba i pejgamberëve, Ibrahimi është pejgamberi më i mirë mas pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Ibrahimi është ai i cili më tepër është domethënë sprovuar në lidhje me çështjen e tauhidit dhe besimit të pastërt. Mirë po edhe tekstualisht Allahu Azza wa Jalla na ka kërkuar një gjë të tillë. E ka thonë kjo fe e Ibrahimit është që njeriu me adhuru Allahun Azza wa Jall me adhurim të sinqert. Me adhurim të sinqert kupton që njeriu me adhuru Allahun dhe mos me adhuru dikën tjetër. Se njerëzit ndohen në 3 grupe. Njerëz që se adhurojnë askënd, njerëz që adhurojnë Allahun edhe adhurojnë dikën tjetër me Allahun Azza wa Jall, e këta janë mushrikët. Edhe njerëzit që adhurojnë vetëm Allahun Azza wa Jall nuk adhurojnë dikën tjetër, e këta janë ata që kanë realizuar besimin e pastër. Pra ka njerëz që se adhurojnë askënd, s'pako kështu të paraqiten se adhurojnë askënd, e që mund me qenë ateist, agnostik. Njerëz që adhurojnë Allahun, mirë po adhurojnë edhe me Allahun dikën tjetër, e këta janë politeist, ata që janë domethënë bëjnë shirk, edhe bëjnë artak shokut Allahut Azza wa Jall, edhe të tretët janë ata që domethënë edhe adhurojnë vetëm Allahun Azza wa Jall edhe nuk adhurojnë askënd tjetër. E feja e Ibrahimit është kjo e treta, që njeriu me adhuru vetëm Allahun Azza wa Jall edhe me qenë i sinqert që mos me bë artak Allahut Azza wa Jall në këtë çështje. Edhe këtë e dim se kjo çështja e të adhurimit të Allahut Azza wa Jall është çështja e parë apo urdhri i parë që ka ardhur në ajet kuranor, domethënë pe urdhra kur ka folur Allahu Azza pe fillimit të El-Fatiha, urdhri i parë në mënyrë decisive që ka ardhur si urdhër
ka ardhur dhe më thonë që mu adhuru Allahu Azza wa Jall. Ja ayuhan nasu ubudu rabbakum walladhina khalaqakum ya ayuhan nas ubudu rabbakum walladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, adhuroni Zotin e juaj që ju ka krijuar juve edhe ata që ishin para jush që të bëheni të devotshëm. Urdhri i parë që ka ardhur domethënë në Kur'an është që njeriu domethënë me adhuru Allahun Azza wa Jall. Bile thojnë dietarët se s'ka ajet domethënë në Kur'an që fol domethënë për madhështinë e Allahut Azza wa Jall, për krijimtarinë se çka ka krijuar, si mirëmban, se çfarë emrash ka e kështu me radhë, vetëm se qëllimi i tyre ajeteve është që njeriu me adhuru Allahun Azza wa Jall, nga se Allahu për këtë punë ka kriju, edhe me këtë punë ka urdhëruar këtë njerëzimin, e nuk është përjashtuar nga kjo urdhër askush. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk e kam krijuar as xhenet as njerëzit vetëm se të më adhurojnë. Pra qëllimi i krijimit është adhurimi edhe i njerëve edhe i xhenve. Mirë po, ai i cili ka kriju, ai kërkon domethënë që të adhurohet. Ai i cili domethënë nuk ka kriju, nuk furnizon, nuk mirëmban asgjë, nuk kontrollon, i tili as nuk meriton të adhurohet, as të lutesh e kështu me radhë. Mirë po, Allahu na ka kriju që të adhurojmë. Allahu kur ka kriju, na ka kërkuar që të adhurojmë atë, e ka bërë këtë çështje jo se ka nevojë për neve, se ka nevojë për adhurimin ton, se ka nevojë për uljen ton. Realisht kjo është ajo që neve na bën dobi, ajo që na thjeshtëson jetën ton, na e bën më të lehtë jetën ton, na e bën më të lumtur jetën ton, është pikërisht që të jemi në harmoni me qëllimin e krijimit, edhe ai i cili din këtë qëllim të krijimit duhet me vepru në konform këtij qëllimit, e jo të mendoj se realisht kjo çështje është tërbrim, kjo është domethënë privim e kështu me radhë, thosë ndoshta dikush mundet me kuptuar që edhe mos domethënë Allahu ka nevojë runazet për adhurimin ton. Allahu azza wa jalla vazhdim të ajeti ka thonë ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si kam krijuar gjendë dhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë, e ka vazhduar ka thonë ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu yut'imun inna Allahu ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Dhe nuk kërkoj prej tyre unë as far rreziku, as që të më ushqejnë ata, nga se Allahu Azza wa Jall është furnizuesi, është ai i cili ka domethënë fuqi absolute edhe forcën absolute, edhe nëse këtë njerëzit domethënë devijojnë për këtë qëllimi, as plotësisht nuk i bëjnë Allahut Azza wa Jall asgjë dëm. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyun hamid. Dhe nëse këtë ju bëni kufër dhe ata që janë në tokë, Allahu Azza wa Jall është ai i cili është i pasur dhe i falendëruar. Mirë po njeriu duhet me kuptu qëllimin e jetës, edhe në konform sajna, domethënë me ndërtu jetën e tina, ai është që me adhuru Allahun Azza wa Jall dhe me konë në përputhje me vendimet, kërkesat, urdhat, ndalesat e Allahut Azza wa Jall. E parat ka vazhduar autori, ka thonë se kur ka folë për çështjen e fesë e Ibrahimit, ajo është që me adhuru Allahun Azza wa Jall, ajo është quhet tauhid, njësimi Allahut Azza wa Jall. Ka thonë se puna më e madhe apo urdhri më i madh, domethënë që Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar me të, është çështja e tauhidit. Nuk domethënë kjo se domethënë kur të kuptohet se çështja më e madhe është tauhidi, e pasandej vijnë domethënë çështja e obligimeve, domethënë në rangun e tretë vjen puna e sjelljes dhe mirësjelljes, se realisht domethënë është çështje që po ndryshon ai i cili ka folur me to, domethënë ose ai i cili ka dhënë këto urdhra. Allahu është i njëjti. Kur thotë se kjo është më e larta, domethënë kjo është e dyta, kjo është e treta, thjesht Allahu Azza wa Jall i cili ka folur, është ai i cili ka urdhëruar, ai i cili ka ndaluar. Mirë po, realisht kjo dallon varësisht për rëndësisë që e ka domethënë në jetën e njeriu, e në jetën e njeriu nuk ka çështje më të rëndësishme se çështja e tauhidit, edhe njësimit të Allahut Azza wa Jall. Tauhid, kur flasin dietarët, thonë se në parim, kur të shikosh Kur'anin dhe Sunetin, ndohet në 3 lloje. Domethënë ndohet në atë se
në tauhid ar-rububiyya, me njoft Allahun azza wa jall si krijues, si furnizues, si mbikëqyrës, si ai i cili jep jetë me shpirta, si ai i cili ka çdo gjë në dorë, si ai i cili largon të keqen, si njeriu zëve dobi e kështu me radhë, që nuk i ka këto punë në dorë askush vetëm se Allahu azza wa jall, dhe këto t'i atribuosh Allahut azza wa jall quhet tauhid ar-rububiyya. Tauhidi i dytë është tauhid al-asma wa sifat, domethënë që njeriu me njësu emra dhe cilësitë e Allahut azza wa jall dhe me treguar se Allahu azza wa jall ka emra dhe cilësitë më të bukura, emrat që i ka përmendur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe cilësitë që i ka përmendur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe se Allahu i takon domethënë përsosshmëria absolute, dhe thjesht në këtë përsosshmëri nuk ka as tmet, as nuk ka domethënë diçka që njeriu ka mundësi me paramendu si të met, përkundrazi është absoluti që nuk i përgjason askush atina. Edhe lloji i tretë i tauhidit është tauhid al-uluhiyya, që njeriu me veçu Allahun azza me veprimet e tij, me adhurimet e tij, që t'i falet atij, domethënë t'i lutet atij, për një kurban për të, zëtohet, domethënë në emëntina e kështu me radhë, çdo gjë që quhet adhurim, që ta bëj vetëm për Allahun azza wa jall, e kjo quhet tauhid al-uluhiyya. Kështu dohet, duke shikuar Kur'anin dhe Sunetin, mirë po zakonisht, domethënë edhe në tekste, edhe në dietarët, e sheh kur e kanë cekur tauhidin, zakonisht e flasin për këtë tauhidin llojin e tretë, që me adhurue vetëm Allahun azza wa jall, nga se kështu të kuptohet thash në ajete kuranore, nga se pothuaj se nuk ka ajet që fol për madhrinë e Allahut, për emrin dhe cilësinë e tij, që fol për krijimtarinë e Allahut azza wa jall, vetëm se pasoj synohet domethënë çka e fundit që njeriu nëse kupton madhështinë e Allahut, emrin dhe cilësitë e tij, atij duhet më për ul, ata duhet më adhuru e kështu domethënë me radhë. Edhe njeriu punën e parë duhet më mësu që thjesht me adhuru vetëm Allahun azza wa jall dhe mos me adhuru askënd, edhe milionat e njerëz që të flasin dhe thonë se po kjo çështje e lehtë, këtë për disa minuta mundu me shpjegu se nuk është ashtot, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka filluar me tauhid jetën, e ka jetuar me tauhid, edhe e ka përfunduar domethënë me tauhid dhe duke u tërhequr veten, domethënë shokëve të tij dhe besimtarë pas tyre që të kanë kujdes në këtë çështje, se çështja nuk është ashtu e lehtë. E disa thonë kjo çështje e lehtë, mundem për disa minuta me shpjegu, e disa thonë mos u merrni me këtë fare hiç se kjo përçon e nuk bashkon. Ka një fjalë Sheikh Albani rahmetullahi alayhi, është domethënë fjala e tauhidit është para se me u unisu safat, para se me u bashkuar me artë e uniteti, duhet thjesht njerëzit me u bashkuar te kelimet e tauhidit, fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, që vetëm Allahun azza wa jall me adhuru dhe jo askën tjetër, nga se këto janë urdhrat e parë që Allahu azza wa jall ja ka drejtuar njerëzimit, edhe thjesht kjo ka qenë misioni i gjithë pejgamberëve, ashtu siç kanë urdhëruar me tauhid, kanë ndaluar nga e kundërta e tauhidit, ajo është shirku, nga se nëse është obligimi më i madh Allahun me njësu, gjunahi më i madh është që njeriu mi bo shok Allahut azza wa jall. Këtë ka cekur Allahu në Kur'an, ka thonë qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Thuaju e janit ja u lexojat që ka ndaluar Zoti juaj juve, e ka filluar alla tushriku billahi shay'a, dhe mos i bëni shok Allahut azza wa jall në adhurim. A fjala mos i bëni shok Allahut në adhurim, jo në diçka tjetër, nga se disa që do të kuptojnë më vonë, e shohin kur të kuptojnë domethënë tauhidin në si shirkun, i dhojnë konotacion të gabuar për asaj që kanë fol domethënë dietarët e selefit, mirë po dietarët e selefit e kanë pas për qëllim që tauhidi është çështja e parë, urdhri më i madh, shirku është puna domethënë më e keqe dhe ndalesa më e madhe, nga se kështu Allahu azza wa jalla ka thonë në për shumë ajete kuranor, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ai cili bën shirk Allahu azza wa jall, Allahu atij ka bë haram xhenetin, e vend banimi i tij për të është xhenami, edhe nuk më pas për zullumçarët, domethënë dikush që ju ndihmon. Inna Allaha
la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu azza wa jall nuk e fal me i bë dikush shokatina, ndërsa i fal mëkatet ndër të. Dhe më thonë, masi që e ka cekur, ka thonë që ai cili bën shirk Allahut azza wa jall, realisht faqad dalla dalalan ba'ida, ai cili ka bën shirk Allahut azza wa jall ka humb me një humbje të madhe, apo ka ardhur në ajet tjetër ka thonë me yushrik billahi faqad iftara ithman adhima, ai cili dhe më thonë i ka bën shirk Allahut azza wa jall ka bën një iftira, dhe më thonë një akuzë të pa bazë, edhe atë akuzë shumë dhe më thonë të madhe. Shumë ajete edhe hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e kanë folë këtë çështje. La taj'al ma Allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhdhula, dhe mos bë, dhe më thonë mos merr dikon për zot me adhuru përveç Allahut azza wa jall, e të mbetesh edhe i qortuar edhe dhe më thonë i mposhtur dhe i pambrojtur. Kur është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se cili është mëkati më i madh, ka thonë me i bë Allahut azza wa jall shok e ai të ka krijuar, e pasandaj është pyetur se cili është, ka thonë me vra fëmin tënë të pas frikë se po hanë me ty, edhe fundit ka thonë se për mëkateve më të mëdha është që njeriu me bë, dhe më thonë imoralitet me bashkëshorten e kushis, dhe më thonë të vetë. Mirë po, të çështja e shirkut, thashë të uhidit, zakonisht njerëzit dhe më thonë i keq kuptojnë këto gjëra, ose i keq kuptojnë atë që thash, dhe më thonë të uhidi spjegohet në disa minuta, ose e keq kuptojnë atë se thonë nuk duhet mja nisë me këtë temë, se këtë temë për qanë nuk unifikon, ose kur fillojnë dhe më thonë me e spjegu se qka të uhidi, e shetë që të uhidin për e spjegojnë me diçka që nuk e ka pas për qëllim Kurani, apo e spjegojnë dhe më thonë me diçka që hinë nën të uhidit edhe llojet e të uhidit apo në llojet e shirkut. E shë për shembull ka prej dietarëve që kur thojnë për të uhidin, thojnë mjafton me besu që Zoti është krijues. Edhe shë kështu të komentojnë edhe fjalën la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut azza wa jall. E që realisht ky komentim i kësaj çështje dhe definimi i tauhidit për cilën Allahu azza wa jall ka dërguar pejgamber, ka krijuar xhenetin dhe xhenemin, nuk është kjo. Përkundrazi, është diçka më tepër, nga se Allahu azza fol për popullin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu ju ka dërguar Muhamedin që më nxjerr prej shirkut në tauhid, ka thonë la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Nëse i pyete ata kush ju ka kriju juve, ata thonë na ka kriju Zoti. Po ata e pas kanë pranuar nuk këtë punë. Po Allahu azza prap i ka quajtur ata mushrik. Prap pejgamberi sa më ka bëu davet më nxirr prej asaj errësire, në çka më nxirr në tauhid, të pastër ajo që përveç kësaj, që s'po thojmë se s'duhet me pranu që Zoti është një, duhet me pranu që Zoti ekziston, që është një, mirë, po duhet që atë Zotin që e beson dhe pranon që është Zot, duhet me adhuru dhe mos me adhuru dikon tjetër përveç Allahut, se kjo është ajka, dhe më thonë e besimit. Apo ka keq kuptime tjera, dhe më thonë njerëzit kur flasin dhe më thonë për tauhidin, thonë tauhidi është çështja dhe më thonë vetëm tauhid el-hakimije, dhe më thonë që njeriu dhe më thonë duhet më fokusue në çështjen e gjykimit me ligjit e Allahut azza wa jall, edhe ajo është ajka e besimit, edhe thjesht i lajnë krejt gjërat dhe më thonë tjerat pasdore, apo dikush tjetër thotë se çështja e tauhidit është që njeriu mos më mbet asgjë në zemrën e tij, e për kësaj në kuptojnë që duhet me largu këtë dynjan, edhe mos me morë me këtë dynja, më po përparësisë dhe më thonë kësaj dynjaje, nga se po e dha kësaj dynjaje, realisht këra në shirk, edhe argumentojnë dhe ma jetë, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ne i ka përmend disa çështje nëse janë prindë ju, fëmijët e juaj, domethënë pasuria juaj, ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli, domethënë nëse këto më dashur të domethënë pasuria juaj, familja, prindet, vëllezërit, akraboja ju më dashur se Allahu azza wa jall, atëherë pritni domethënë derisa të vjen dënimi i Allahut azza wa jall. E me këse argumentesh kanë argumentuar që realisht do më thonë që njeriu pej tauhidit është mos me dasht asgjë ka dunjaj, pej saj dunjaj, edhe nëse diçka je përparësie ka ra, do më thonë në shirk edhe në kufër edhe nuk e ka kuptuar, do më thonë tauhidin ashtu siç është. Edhe pse unë dash në vazhdim
do të flas në lidhje me disa lloje të shirkut, që domethënë se shirku dohet në shirk të madh edhe shirk të vogël. E shirku i madh zakonisht dietarët e ndajnë në 4 grupe. Thojnë shirku dua, që njeriu me e lut dikon tjetër përveç Allahut azza wa jall, dhe kjo është shirku më i madh që historikisht njerëzimi e kanë bë Allahut azza wa jall. Fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, fa idha najjahum min al-barri idha hum yushrikun. Dhe kur kanë hyrë në nije, e kanë fillu dalë të detit më uquë, edhe e kanë po që është rrezikjetet e tyre, kanë filluar me adhuru Allahun azza wa jall me adhurim të sinqert. Mirë, po si kanë dalë në tokë që kanë shpëtu prej asaj stuhije, kanë filluar dhe kanë kthyr avazit vjetër dhe kanë bërë shirk. Kjo shirku domon që historikisht tash është më i përhapur dhe më i madh që njerëzit me adhuru dikon tjetër përveç Allahut, e kët e kanë pas mushrikut zakonisht, domethënë kur i kanë të lirë, kur i kanë domethënë qet, s'kan pas ndaj farë gajle, ata e kanë dhëruar dhe Zotin dhe dikon tjetër. Mirë, po në raste të vështirësive, gjithmonë një botë sinqert se kanë ditë se s'ka mundësi me të pështu askush përveç Allahut azza wa jall. Përkundër në kohën bashkëkohore, që realisht njerëzit që kanë shkuar dhe kanë avancuar në shirk, saqë edhe kur janë rahat i bojnë shirk Zotit, mirë po dhe kur janë vështirësi më të mëdha nuk i bjen mend me thirr Allahun azza wa jall, mirë po domethënë e thirrën atë teçen, atë shehun, atë tyrbën e kështu me radhë, edhe e lutin dikon tjetër përveç Allahut azza wa jall, që faktikisht e bie që ja kanë të i kaluar, domethënë këta që janë përlyer me shirkun bashkëkor, aty që kanë qenë edhe me shirkun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është lloji i parë shirkut të madh. Lloji i dytë i shirkut të madh, thonë dietarët, është shirku niyeti wal qasd, shirku domethënë në niyetë dhe qëllime, që njerëzit me punët e tyre nuk synojnë asgjë tjetër vetëm se dunjon, qoftë interesat të kësaj dunjaje, qoftë pasuri, qoftë autoritet e kështu me radhë, edhe pse ndoshta ka mundësi më fal, e bën thjesht me thonë që namazdi edhe është i udhëzuar, aknena këtë punë e bën, domethënë për interesa, domethënë pura të kësaj dunjaje, apo jep sadaka ose agjeron. Agjerimi është ndoshta pak më i sinqert, po të mund bën haxhi kështu me radhë, e nuk e ka asgjë tjetër përveç se domethënë interesin e kësaj dunjaje, zakonisht kjo rrjedh vetëm prej aty që janë munafik të pastër. E Allahu azza për ta ka thonë: "Men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun." Ata që e kanë për qëllim këtë dynjon dhe bukuritë e saj, kena mja dhon hakun e veprave të tyre në këtë dynjë, edhe s'kena mja paksu dhe mëngu asgjë. Mirë po të tillët nesër në ahiret nuk ka për ta asgjë vetëm se zjarri. I kanë shkatëruar punë që i kanë bë dhe kotë është ajo që kanë vepruar. Por kjo është lloji i dytë. Lloji i tretë është shirku ta'a, që njerëzit domethënë me ardh dikush, qoftë ai pushtetar, qoftë ai dietar, edhe me bë halalin haram, e haramin halal, edhe ti beson që ato duke ditur domethënë që është e kundërt ajo që ka thënë Allahu në Kur'an. Në rastin konkret vjen tash dikush e thot kamata është halal. S'po them ata që e praktikojnë, se këta bojnë mëkat të madh dhe i kanë shpallë domethënë në rastin konkret te kamata luftë Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po me të shku domethënë mendja ty pse ka leju pushteti apo x nështë edhe hoxhe ose dietare kamatën, e te din që është shumë e qartë pe urdhave të qartë domethënë Kur'an, ndalimi i kamatës apo ndalimi i alkoolit apo ndalimi i moralitetit, edhe ti e pason në këtë punë me bindje se kjo është halal, një çështje që është haram, apo të kundërta, një çështje që është domethënë halal, ai e ka bë haram, realisht kjo është quhet shirk. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kur ka folë Allahu azza jall për krishterët, ka thonë edhe domethënë hebrejt i kanë marrë të partë e tyre, domethënë ata priftërinë dhe ata njerëz të fesë tyre, domethënë zota përveç Allahut azza jall. Kur e ka dëgjuar këtë ajet kuranor, një shok me pejgamberin sa me ka pas Adi bin Hatim, ka thonë: "Ja Rasulullah, po nuk i kena bë zota ata, nuk i kena marrë në për zota. Thot, a nuk ja u kanë bë halalin haram, e i keni pasu, e ja u kanë bë haramin halal, e i keni pasu, kjo është adhurimi juaj ndaj tyre."
Jo pse i kanë pasu praktikisht, se kanë pas, që i thojmë na, interes kajt e kanë bo, po me bindje kanë besu dëmon atë që ka qenë halal në shariatin e tyre, ata jo kanë bo haram dhe kanë besu, apo të kundërt ajo që ka qenë haram në shariatin e tyre, ata jo kanë bo halal, ata kanë besu, edhe me këtë, domethënë kanë bo shirk, edhe fundit është, domethënë shirku el mehabbe, domethënë shirku i dashurisë në një që më të vërtetë e dën dikon tjetër përveç Allahut azza wajal, e këtë dashuri e shoqëron me përulje dhe bindje, saqë jep, domethënë përparësi për Allahut, dashurisë prindit, gruas, kurdo që tjetaj, edhe faktikisht nuk dëgjon edhe i përulet ashtu siç nuk duhet mi përul njeriu askujt vetëm pse Allahu azza wajal, kjo është edhe kjo për shirkut e madh, edhe këtë ka thënë Allahu azza wajal në Kur'an ka thonë wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuna ka hubbillah, dhe ka prej njerëzve që marrin domethënë dikon tjetër përveç Allahut azza wajal si zota, i dojnë ashtu siç e dojnë Allahun azza wajal. Fatkeqësisht në kohën bashkëkohore ka herë njerëz të marrin dikon tjetër përveç Allahut, e dojnë edhe më tepër se Zotin. Këta po thonë vetë si Zotin e dojnë, edhe i përulen, këta kanë bërë shirk. Para mendon kohën bashkëkohore thash ka avancu shirku, edhe duhet dikush tjetër përveç Allahut azza wajal, edhe me dashuritë për uljes. Saqë edhe Allahu azza wajal nuk ja bën një përkushtim të tillë. Kjo domethënë shtin sa i përket shirkut të madh. Lloji i dytë të shirkut është shirku i vogël, ai domethënë është shirku, domethënë që çdo çështje që çon te shirku i madh, në vepër që çon te shirku i madh, edhe pse nuk është shirku i madh, domethënë kjo quhet shirku i vogël, është fjala për shkak njeriu me u betun në emër dikujt tjetër përveç Allahut azza wajal, njeriu domethënë i cili domethënë pren kurban për Zotin, mirë po shkon pren kurban te dikush ndaj varç ose ndaj tyrbe që do aty bëhet shirk. Që tash po thunë pe prej kurbanën, po shkoj dëmon tyrbe pe prej kurbanën. Këtë i thojmë shirk i vogël, se ka mundësi me çu nesër shirk të madh, sot e ke nis për Zotin e të prej tyrbe, po nesër baki e prej këtë për tyrbe. E ajo që po do të thonë nëse njeriu e don shirk i madh dhe shirk i vogël, nuk duhet me i dhon komoditet vetet me thonë se kjo është shirk i vogël, hajt se të ka betim, domon mu betun dikon në tjetër për Allahut azza wajal, shirk i vogël të ka. Domon ose domethënë një syfaci e vogël janis për Zotin, po pak i vjen ai farë dyshime që valla i erdhi dikush edhe zbokron namazin apo thënë. Shirk i vogël është kjo apo thënë. E thjesht domethënë nuk e trajton këtë sëmundje, nuk e trajton këtë problem, e ky problem ka mundësi mu rrit, po edhe hiç mos mu rrit, ka për dietarëve kanë thonë se shirku si shirk, qoftë i madh apo i vogël, hinna tajetin inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu azza wajal nuk e fal me ju bë shok atina. Qoftë ai shirk i madh, qoftë ai shirk i vogël, edhe pra njeriu duhet me pas kujdes që me mësu tauhidin, me mësu në shumërinë Allahut azza wajal, me largu shirkut dhe çdo gjë që e domethënë çon të shirku, domethënë qoftë ai shirk i madh apo shirk i vogël, edhe thjesht njeriu me realizue besimin e pastërt me të cilin janë dërguar pejgamberët e prej tyre Ibrahimi dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun azza që të na bën prej atyre që e kuptojmë këtë realitet, e adhurojmë Allahun dhe vetëm atë dhe nuk i bëjmë shok atij. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.